Po, pikërisht Artan, ka filluar protesta këtu, kanë filluar protestuesit që të mbledhen këtu para qeverisë nga iniciativa për Maqedoni të bashkuar. Protesta këtu po fillon para qeverisë, ndërsa që do të përfundoj tek Parlamenti i Republikës së Maqedonisë. Protesta është organizuar përmes rrjeteve sociale, ndërka që organizatorët kanë thirrur që të jetë një protestë e qetë për ta mbrojtur Maqedoninë. Për këtë është deklaruar organizatori kësaj proteste dhe Lus Regjin që të lëshoj deklaratën e tij. Të mos shfaqen simbole politike dhe fetare, të mos ketë brohoritje shoviniste. I bëjmë thirrje popullit Maqedonas dhe qytetarët Maqedonas të mblidhen dhe së bashku të kërkojmë zgjidhje për krizën në Maqedoni.